Atëherë, zoti Prenga, për të nisur me atë çka po ndodh tashmë para Kuvendit të Shqipërisë, si keni parë situatën e sotme para parlamentit? Është një vazhdim i protestës dhe i frymës së saj që nga momenti 50 sa ditë që ka filluar më parë protesta dhe detyrimisht që ata kanë bërë thirrje sot për të qenë përpara parlamentit, pasi sot është dhe seanca plenare e fundit për këtë periudhë kohore që zhvillohet dhe detyrimisht që ata e ndjejnë dhe ne gjithë qytetarët shqiptarë ndjejnë përgjegjësit kryesor të situatës në të cilën gjendemi, cila do qoftë nga fillimi i majës që politika e për të vazhduar pastaj në të gjitha fushat e tjera, janë përgjegjësit dhe aktorët kryesor të cilët nuk kanë bërë atë që doja e do donim ne gjithë qytetarët për të shërbyer qytetarit e për të shërbyer vendit e për të justifikuar plotësisht votën për të cilën qytetarët ju kanë besuar. Në këto kushte nga si mund të themi të zgjedhur për të shërbyer janë kthyer për fatin ton të keq, jo sot, por ka gati më shumë se 3 dekada e gjysmë që politika dhe politikanët shqiptarë nga të cilët dalin edhe udhëheqjet e këtij vendi, qeveria dhe institucionet qendrore të shtetit shqiptar, janë kthyer me dëshirë dhe fal mungesës së presionit nga qytetarët, janë kthyer duke punuar vetëm për veten e tyre, duke mos menduar për asnjë çast për qytetarët, për vendin dhe të sotmen dhe të ardhmen e shtetit shqiptar. Do thosha që ka shumë faktorë të cilët kanë ndikuar dhe kanë bërë të mundur që situata të agravojë dhe të vejë në gjendjen aktuale që jemi. Pasi për fat të keq një nga elementet kryesor që quhet vetë parlamenti, demokracia e përfaqësimi nëpërmjet parlamentit i popullit, ata nuk e kanë kryer dhe nuk kanë punuar për asnjë çast në interes të qytetarëve dhe të vendit. Kjo zgjidhet me ato çfarë protesta ka organizuar dhe çfarë protesta ka paraqitur përpara shqiptarëve, siç janë aktet themelore, duke filluar që nga kushtetuta e Shqipërisë deri aktet e tjera që janë miratuar në parlament e pastaj thyer në akte normative nga qeveria, nuk kanë qenë për zhvillimin e vendit dhe për ecjen e demokracisë, e plotësimin e përmbushjen e kritereve që kërkon Bashkimi Evropian, ku ne duam të bëhemi pjesë e tij. Është tjetër gjë çfarë propaganda qeveritare edhe shtetërore në Shqipëri bën për të retushuar sadopak, duke arritur deri në ato nivele sa të ngrejnë 2 Shqipëri, një ireale dhe një reale. Ajo ireale për ta prezantuar përpara ndërkombëtarëve, për t'i bindur ata që situata nuk është ajo çfarë protestat paraqesin. Por realiteti është fatkeqësisht krejt tjetër dhe e them me bindje që duhet qytetarët shqiptar të bëhet thirrje, po jo vetëm qytetarët e thjesht, por edhe ata të cilët janë të organizuar e të angazhuar në struktura qofshin ato politike, të ndershëm e të ndërgjegjshëm për të ruajtur atë çfarë në betimin e çfarë në flamurin shqiptar e çfarë të parët tanë amanet na kanë lanë, duhet vërtet të reagojnë, të protestojnë në mënyra demokratike për të bërë të mundur që parlamenti shqiptar, deputetët, qeveria shqiptare të ndryshojë mënyrën e qeverisjes për të mos qenë e për të mos u kthyer në regjim neodiktatur kundra qytetarëve të saj. Kjo është ajo çfarë protesta në thelb përmban dhe duhet të vazhdojë deri në ndryshimin real të sistemit, të atij sistemi që të gjithë e trumbetojnë si demokratik, por për fat të keq, në 35 vite të ndryshimeve të sistemeve në vendin tonë, pak gjëra kanë qenë demokratike, edhe këto kanë qenë fal jo kontributit të qeverisë me të cilat e parlamentit e të gjithë institucioneve të tjera shtetit shqiptar, por fal ndikimit dhe ndërhyrjes së ndërkombëtarëve, të cilët i kanë detyruar e si zakonisht udhëheqësit të cilët zgjidhen apo votohen, emërohen,
detyrimisht që ata vetëm kur reagojnë ndërkombëtarët, atëherë fillojnë e ndryshojnë qëndrim e deri edhe në përkulje të pa imagjinueshëm, duke lënë me një anë personalitetin dhe dinjitetin e tyre. Zoti Prenga, pas kaq shumë vitesh pranë në pushtet, po përballet tashmë kryeministri shqiptar Edi Rama me krizën më të madhe politike të qeverisë së tij dhe nga ana tjetër e gjithë kjo protestë pra po e sfidon sot jo vetëm qeverinë, por edhe modelin e qeverisjes së mazhorancës deri më tani? Unë do thosha jo vetëm modelin e qeverisjes së mazhorancës, por të gjitha modelet që kemi provuar e kemi parë nga 92-shi e deri në ditët e sotme. Të gjitha modelet pak a shumë kanë qenë në të njëjtin linjë të sinkronizuara për të punuar dhe për të mos menduar asnjë çast për qytetarin, asnjë çast për vendin, por vetëm për veten e tyre. Këte tregojnë nëse një sy i vëzhguesit të një njeriu normal, pa filluar investigimet e pa bërë punën e tyre strukturat përkatëse investiguese, është krejt e qartë dhe krejt e lehtë për të dalluar se çfarë ata që kanë qenë të veshur me pushtet, të zgjedhur apo të emëruar, kanë arritur në këto 3 dekada. Kjo është krejt e thjeshtë dhe në parlament, nëse duan vërtet të kthejnë demokracinë e vërtet dhe të punojnë për misionin për cilin ata janë votuar e zgjedhur apo emëruar, e kanë krejt të lehtë të bien në një konsensus opozit-pozit dhe të mendojnë të votojnë një projekt ligj, një ligj i cili bën të mundur deklarimin e pasurisë, verifikimin e pasurisë dhe të shikojnë pastaj se duke përcaktuar një fasho normale të cilët kanë qenë të veshur me pushtet. Kjo do të ishte ajo që do të bënte të mundur jo vetëm të dorëzonin prona që i kanë të pa justifikuara, të pa merituara leadershipi politik dhe ai qeverisës në Shqipëri, por mbi të gjitha do të ndryshonte mentalitetin, sepse cilido që do të zgjidhesh apo do të emërohesh, nga e tashmja e në të ardhmen, do të mendonte se do të ishte një ditë, do të vinte një ditë që ata do të jepshin llogari për ato të cilat i kanë vënë në mënyrë të pa justifikuar dhe të pa merituar. Kjo është ajo që duhet bëj politika shqiptare, kjo është ajo që duhet bëj trusnin edhe për faqësitë diplomatike të akredituar në Tiranë, por pa përjashtuar do thosha këtu edhe kancelaritë evropiane që duhet ndikojnë nëse duan sadopak ta bëjnë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të zhvillojnë atë demokraci për të cilët ata betohen e përbetohen në çdo lloj fjalimi e në çdo lloj konferencë për shtyp e në takim me qytetarë. Zoti Prenga, mund të vazhdojë kjo qeverisje pranë normale, ashtu si po thuhet nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama, nëse përballë të gjitha institucioneve ka protesta të vazhdueshme, ashtu si është sot edhe kjo i kuventit? Një kryeministër cili do qoftë nëse ka pak kënaqësi të nivelit që nxjerr njerëzit në rrugë dhe protestojnë, këto nuk janë më pa kënaqësi edhe, si mund themi, të imponuar nga të tjerë e duke përmendur mos lanë në një anë edhe shërbimet e huaja, të cilat e shfrytëzojnë këtë moment, dhe është normale të shfrytëzohet të përdoret ky moment, por këtu ka vajtur në ato nivele përkeqësimi i qeverisjes, i drejtimit politik dhe në nivelet e pushtetit qendror e lokal, sa tashmë është kthyer në një domosdoshmëri reagimi, një domosdoshmëri ndryshimi të madh. Dhe siç parullën ata e përdorin, një Shqipëri e re i duhet, por duke ndryshuar së pari klasën politike që ka më se 35 vite, që vazhdon për fat të keq të zgjidhet e të marrë votat në mënyrat që dihet tashmë se janë të qarta se si janë zhvilluar zgjedhjet apo votimi në Shqipëri, në mënyrat nga më të pa imagjinueshmet për të shfrytëzuar dhe për ta përdorur këtë pushtet në dëm të qytetarëve të vet. Kështu që mendoj se ka ardhur momenti dhe është në një pikë kritike, do thosha, që duhet se zban një kryeministër i përgjegjshëm, një qeveri e përgjegjshme, një parlament i përgjegjshëm, duhet të reagojë dhe të dëgjojë aktorët, jo vetëm të protestës, por dhe aktorët e tjerë, qofshin këta vendos apo të huaj, se cilat kanë qenë e kanë dërguar situatë deri në këtë momente të tilla të zhvillimeve politike në vend,
dhe cila është e sotmja dhe e ardhmja perspektivë që mund ta bëjë këtë vend me dinjitet të bashkohet kontinentit të vjetër aq shumë të dëshiruar nga ana e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Është rasti rrallë në botë, do thosha që vokacioni i shqiptarëve është mbi 90% pro-evropian, pro-perëndimor dhe pro-amerikan. Por fatkeqësisht klasa politike e votuar apo e zgjedhur, njëra formë e përdorur, nuk e ka justifikuar vete dhe nuk ka arritur dot të përfaqësojë qoftë në situatën e brendshme të zhvillimeve demokratike e politike, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare nuk ja ka dalë mban të përfaqësojë me dinjitet kërkesat dhe dëshirat e vullnetet e popullit shqiptar. Zoti Brenga, nga ana tjetër, a është duke përdorur shteti forcën për të ruajtur rendin, apo nga ana tjetër po krijohen edhe përplasje të panevojshme mes protestuesve dhe policisë, dhe nëse kjo pakënaqësi do të vazhdojë, a mund të detyrojë gjithë presioni politik ndryshime të mëdha? Unë mendoj që në përgjithësi, po ta shohim protestën nga dita e parë e fillimit e në vazhdim, ka patur disa qaste të shkëputura, do thosha, të mënyrës jo demokratike të përdorur, të provokuar apo jo, edhe mënyra e reagimit e policisë në përgjithësi ka qenë jo disproporcionale, por ka patur raste që nuk është ruajtur proporcionaliteti. Në këto momente, unë do thosha që ai shteti do t'i përdorë të gjitha mënyrat dhe metodat e format të njohura dhe të panjohura, demokratike dhe jo demokratike, për të reaguar dhe për të mbajtur ndoshta edhe me forma jo demokratike pushtetin. Por kjo është një gabim i madh që bëhet në aspektin politik dhe në aspektin qeverisës të vendit, por edhe në marrëdhënie me kancelaritë evropiane, sepse nuk është kjo demokracia, nuk është kjo demokracia për cilën është luftuar fort nga shqiptarët edhe kërkohet e dëshirohet jashtëzakonisht shumë nga shqiptarët, por nuk është kjo thashë dhe jarë demokracia. Natyrisht që strukturat dhe institucionet dhe shteti shqiptar janë së pari për të ruajtur e për të siguruar rendin, qetësinë dhe jetën e qytetarëve shqiptar. Sepse të gjitha këto institucione ngrihen për këtë arsye dhe ky është misioni i tyre kushtetues dhe detyrat që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Nuk është policia e shtetit, as strukturat e tjera shtetërore nuk janë përballë qytetarit, por janë pjesë integrale e qytetarisë, e zbatimit të ligjit dhe e asaj në të cilën ne kemi dhe duhet të kemi e harmonisë me qytetarin në mënyrë që ai të bëjë të mundur realizimin e misionit të detyrës, por dhe qytetari të luajë dënjësisht rolin që i takon. Këto fatkeqësisht janë përdorur, eksperiencat botërore kanë treguar që nuk mbahet me dhunë një popull që i janë cënuar liritë dhe të drejtat themelore të tij, si e drejta pronës, e drejta punësimit, e drejta për të folur, dhe janë elementare dhe të parsore në një demokraci, cila do qoftë ajo, me minimumin e zhvillimit të saj, i kërkon të domosdoshme këto, dhe për arsye të këtyre, të mungesës së tyre, situata vetëm sa do vi duke u përkeqësuar. Nuk mbahet një popull në trysni të pafundme, nuk mbahet me dhunë, nuk mbahet e as me forma e të tjera të cilat janë burgosjet e panevojshme apo mbajtjen e paraburgim apo mos respektimi i proporcionalitetit të reagimit ndaj qytetarëve në protestë të policisë së shtetit dhe të gjithë strukturave të tjera shtetërore. Është e pamundur. Kjo vetëm sa do ta përkeqësojë, do ta agravojë situatën për të mos vajtur pastaj në situata në të cilat unë nuk do dëshiroja, nuk do uroja kurrë që situatat të dalin jashtë kontrollit, cilat do qofshin ato, si nga aspekti i protestuesve dhe qytetarëve, ashtu edhe nga aspektin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Kështu që sado që të mendojnë ato mendjet, të mund themi diabolike që mendojnë se me ushtrimin e trusnisë, me rritjen e presionit të strukturave shtetërore do të bëjnë të mundur tërheqjen nga misioni që kanë protestuesit. Unë mendoj se kjo do të ishte gabim i madh, i pafalshëm, dhe nëse do ktheheshin sado pak në retrospektiv, si brenda vendit, ashtu dhe jashtë vendit ton, eksperienca të tilla ka patur plot, kanë qenë të hidhura,
e deri edhe si mund të themi katastrofale. Kështu që për të shmangur këtë që nuk i duhet vendit tonë, nuk i duhet shteti shqiptar, nuk i duhet qeverisë, nuk i duhet parlament, nuk na duhet askujt, e nuk i shërben askujt nëse situatat do të vazhdojnë të përkeqësohen, do të agravohen fal mungesës së elementit të domosdoshëm të minimumit demokratik dhe të lejimit të protestës dhe të përmbushjes. Unë them që qeveria në këtë rast duhet përqendrohet tek ajo pjesë që është më e rëndësishme, tek problematikat që ngren protesta dhe protestuesit, tek gjithë ato si mund të themi shqetësime që qytetarët kanë dhe duhet marrë me to qoftë edhe një qytetar, sepse qeveria është përgjegjëse dhe duhet të jetë përgjegjëse me strukturat e veta për çdo qytetar dhe për çdo problem që të qytetarët ngrenë. Në këto kushte, ata janë shërbëtorët tanë të zgjedhur, të emëruar dhe për sa kohë e kanë pranuar detyrën, duhet të jenë në minimumin e përgjegjësisë, në minimumin e lartësisë që kërkon detyra, për t'u përgjigjur jo me dhunë, jo me përshkallëzim, por thjesht dhe vetëm me zgjidhje, me afrim alternativash, me ulje në tavolinë të bisedimeve për të dëgjuar problematikat dhe për të gjetur rrugë të zgjidhjes. Mënyra e qëndrimit që vetë kryeministri mban nuk është as pak demokratike dhe as pak njerëzore, do thosha, për sa kohë kryeministri është në detyrë, është kryeministri i gjithë shqiptarëve. Dhe të gjithë shqiptarët, që edhe ata që dalin e protestojnë, duhet të dëgjohet zëri dhe nuk duhet të vrapoj kryeministri për të përdorur zhargon rruge, e sigurt mos i mjaftonin fjalët në shqip, të përdorte të shfrytëzonte mediat prestigjioze ndërkombëtare për të thyer, për të sharë, për të ofenduar qoftë dhe një qytetar të shtetit të vendit vet në gjuhë të huaj. Nuk është dinjitoze, nuk është krenari, nuk është sukses, nuk është mbajtje pushteti, sepse do vi një moment që detyrimisht, si askush që nuk është i përhershëm as në detyrë, do vi një moment që do hap krahun, por pastaj kur të kenë mendjet të jenë të kthjellta dhe njerëzit ekspertë të ulën e të shkruajnë historinë, do ta vendosin fatkeqësisht në vendin ndoshta që ai ndoshta nuk e meriton sipas mendjes së tij, por nëse i kalon të gjitha normat njerëzore, të edukatës të mirësjelljes, të përgjegjësisë që të jep funksioni e pozicionit. Funksioni e pozicionit nuk janë të askujt, ato janë për momentin delegim që qytetari të ka dhënë nëpërmjet votës, të besimit që të ka dhënë dhe të cilin ti nuk duhet ta keq përdorish. Nëse e keq përdor, do të kthehet shumë shpejt në një bumerang ku cilin nuk do të dish se si ti përgjigjesh. Prandaj për të shpëtuar nga këto lloj situatash, duhet së pari pranimi i situatës, që është elementi i parë, dhe ulja me mendje të kthjellë, konsultimi me të gjithë aktorët e faktorët, se jemi shqiptar dhe ky vend është i joni për momentin dhe duhet mendojmë për të sotmen dhe të nesërmen për brezat që do vinë. E kemi në dorë dhe atë që thotë që ne do ta bëjmë Shqipërinë një Zvicër të vogël, kanë qenë mundësitë, resurset janë dhe në çdo moment mund të bëhet vërtet, por nuk bëhet në mënyrë të një anshme e në kundërshtim me qytetarin. Jam plotësisht dakord që jo 100% nuk do të ketë më vote, nuk mund të ketë demokraci 100% rënje dakord. Por me ata të cilët nuk janë dakord për një ligj apo për një akt normativ dhe zbatimin e tij, në më e pakta duhet të dëgjohen. Dhe duke ulur në tavolinë e bisedimeve, duke dëgjuar palët, jam i bindur që ka shumë mundësi që të parafrohen qëndrimet e tek e fundit, ajo që kërkohet të mos shkohet në konflikte të panevojshme. Mund të ketë kundërshti, por ka gjithmonë hapësirë e mundësi për të qenë në një linjë, për të mirëkuptuar njëri tjetrin, për të bashkëpunuar dhe për të menduar për atë që është gjëja më e rëndësishme. Vendi dhe Shqipëria është e jona dhe më shumë se askush tjetër, ne duhet të kujdesemi të jemi të përgjegjshëm për vendimet që marrim.